Edhe përkundër shumë premtimeve, megjithatë, ende po zvaritet vendosja e semaforëve në bulevardin Blagoja Toska. Nga komuna e Tetovës kishin premtuar disa herë se do të vihen në funksion semaforët, por edhe sot e kësaj dite të njëjtit ende nuk punojnë. Kështu udhëkryqi në bulevardin Blagoja Toska dhe rrugës 29 Nëntori është një ndër vendet më të rrezikshme në Tetov në aspektin e sigurisë në trafik. Edhe pse tash e 13 muaj ka përfunduar tenderi për vendosjen e semaforëve. Megjithatë, ky udhëkryq ende vazhdon të mbetet pa semafor. Nga sektori për rrugë dhe tokë ndërtimore, së fundmi na thanë se në këtë bulevard punët janë duke vazhduar këtë javë. Për disa shkaqe objektive dhe subjektive edhe për të operatorit, edhe ishim kontakte javën e kalume, shkaku i mjeteve që ata u ankoshin nuk e di çfarë. Këtë javë na premtuan se në pjesën e parë, domethënë në pjesën elektronike e kanë vendosur krejt, tash kanë mbetur vetëm ka shtyllat e këtine semaforëve që janë anësor, domethënë për këmbësorçja. Këta portalet vetë që janë venduar. Domethënë si portale llogaritën ata, jo si konzolla që është ajo pjesa kryesore që u bë pak më herët buj për ata. Besoj që brenda kësaj javës do vendohen edhe shtyllat e vogla të semaforëve. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami ka premtuar se pas përfundimit të semaforëve do të dalin në terren dhe do të inspektohen punët në bazë të kontratës. Sipas Kasamit, të gjitha punët dhe pajisjet që janë paraparë në kontratë do të realizohen. Kujtojmë se shtyllat në këtë udhëkryq janë vendosur të vjetra, çështje që u pyet edhe Kasami. Instalimi atyre semaforëve është bërë në bazë të kontratës. Domethënë nuk ka ndonjë, domethënë në tender gjithçka që është kërkuar është në fazë të realizimit. Do dalim edhe me atë tenderin, domethënë kërkesat që kanë qenë aty edhe do i kontrollojmë, do bëjmë një inspektim publik. Po kërkoj falje se herën tjetër nuk i kam pas informatat edhe mendova se ka ndonjë, po kur i shiqom kontrata se çfarë parashë, jemi brenda kontratës. Për shkak se përmendi përgjegjësi sektorit ka pas vonesa në pagesë. Pagesa e kërkuar është realizuar dhe ai tash ka obligim që të veprojë në bazë të kërkesës tonë. Nëse brenda javës nuk vepron, atëherë ne do të shohim mundësitë ligjore të realizimit të kontratës. Pra do shkojmë atëherë me forma tjera. Deri tash nuk kemi shkuar me forma të detyrueshme që i parashë kontrata, po kemi shkuar në bazë të marrëveshjes. Për shkak se edhe ai ka pasur të drejtë në atë që ka kërkuar, domethënë mjetet të ilshohen konform kontratës edhe kontratave paraprake, ne gjetëm mënyrë se si t'ja bëjmë një pjesë të pagesës dhe ai tash ka obligim që t'i realizojë. Nëse brenda javës nuk kemi diçka konkrete, ne nga java tjetër mund të nisim edhe procedura të realizimit kontratës konform ligjit. Me hapjen e bulevardit Blagoja Toska, udhëkryqi u bë i rrezikshëm për automjetet pasi që rruga 29 Nëntori ishte rrugë me përparësi kalimi dhe më pas kaloi në rrugë dytësore duke bërë që edhe të rriten numrat e aksidenteve.